Në mënyrë konkrete, në vitin 2015, një ish ministri brendshëm në Shqipëri, ndodhi një ngjarje shumë e rëndë, po themi, ose supozuar shumë e rëndë, dhe nuk e harroj, është tipike e kësaj që thoni ju, klasike e kësaj që thoni ju, një konferencë për shtyp, ku ministri brendshëm pasqyroi hetimin e një çështje të rëndë penale të atij viti. Dhe si e pasqyroi? Tha, u menduaj që Adi është kriminal, u menduaj që Eugeni ka bërë këtë vrasje, u menduaj që X i bëri këtë gjë, dhe në fund tha vetëm një fjali, por të gjitha këto nuk ishin të vërteta. Kjo është situata në Shqipëri. Prandaj unë shpresoj dhe besoj që një njeri me formim letrar. Patjetër. Do të bëj një pyetje, do të kërkoj ndjes për bërjen e pyetjes në mënyrë ignorante. Mirë, po me sa duket funksionon, sepse këto kohë po përflitet që ka ndryshuar situata në SPAK. Pra, thënë në mënyrë të trash, SPAK-u gjatë gjithë kohës që ishte Soros, Blinken, Lu dhe Yuri Kim u soll në një mënyrë, Biden, Blinken, Lu dhe Yuri Kim u soll në një mënyrë, tani që është Donald Trump, Rubio dhe kush mbetet këtu do të sillet në një mënyrë tjetër. Unë e di që ti e ke atë element diplomacie sa ta anashkalonsh këtë pyetjen time. Nuk do anashkaloj, do i bie në kokë. Prokuroria e posaçme ka krijuar një realitet të ri sot. Sot që flasim, ka krijuar një realitet të ri. Ka krijuar një realitet të ri në politikën shqiptare. Ka krijuar një realitet të ri për mënyrën se si duhet sillet shoqëria shqiptare ka shi ligjit dhe ka shi mënyrën se si duhet hetohet dhe si duhet të dënohet korrupsioni ose se si duhet ndëshkohen personat nëpërmjet drejtësisë. Pse e ka krijuar këtë realitet të ri? E ka krijuar këtë realitet të ri për shkak të mbështetjes ndërkombëtare dhe veçanërisht për shkak të mbështetjes amerikane. Dhe ne duhet jemi shumë të qartë dhe ju keni përvojë dhe unë kam përvojë në shumë pjesë të caktuara. Në rast se unë jam sponsori jot dhe unë ndryshoj direktivën time, ndryshoj interesat e mia në raport me veten time, me brendësinë e punëve të mia, sigurisht që do t'i reflektoj dhe tek ty, sepse unë prandaj kam sponsorizuar, që t'i reflektoj tek ty dhe në 6 muaj unë të kem prioritet luftën kundër terrorizmit dhe them, hajde këtu, unë të kam mbështetur, unë të kam krijuar, do më merresh me terrorizmin, nuk më duhet se ç'bëhet me kanabizim në vendit. Dhe diçka e tillë ka ndodhur. Hajde këtu, nesër do më merresh me luftën kundër narkotrafikut, se shefi im në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, narkotrafikun e ka quajtur terrorizëm. Dhe për këtë arsye, mënyra se si ne shqiptarët duhet shfrytëzojmë prioritetet e sponsorëve tanë është më e rëndësishme se sa prioritetet që sponsorit tanë kanë. Dhe çdo thot kjo, në rast se jemi në një moment ku administrata e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, që është mbështetësi nda quheni ju, sponsori nda quheni ju, ai që e mban në fuqi prokurorinë e posaçme dhe gjykatën e posaçme, ka prioritet luftën kundër narkoterrorizmit, se kështu është quhetur tashmë narkoterrorizëm. Atëherë ne kemi një fat shumë të mirë historik, që këtë narkoterrorizëm që ne e kemi parë, që është i lidhur drejt për drejti me korrupsionin, me pastrimin e parave, ne ta shfrytëzojmë këtë mbështetje amerikane për të luftuar narkoterrorizmin dhe për shkuar ke lufta kundër korrupsionit. Dhe kam përshtypjen që prokuroria e posaçme jo tani, po të paktën 2-3 vitet e fundit e ka kuptuar këtë gjë. E ka kuptuar faktin që të luftosh krimin e organizuar dhe drejt për drejti narkoterrorizmin, qoftë do apo nuk do ti në mënyrë indirekte ti ke ndërhyrë te lufta kundër korrupsionit. Në mënyrë indirekte ti ke ndërhyrë për të putur atë lidhjen e frikshme mes politikës dhe krimit të organizuar. Pyetja që qëndron gjatë gjithë kohës dhe kam një përshtypje që diskutohet edhe në rrethet e prokurorëve atje, duhet mendoj në momentin që ata diskutojnë, siç diskutonim ne për programet për shembull, që shkojmë bëjmë kapërcime pindarike, themi si ta bashkojmë Drinin me Valbonën. Ajo mund të mos realizohet kur, po në këtë sens, në qoftë se ti do kishe qenë në prokurorinë e posaçme sot, do ta kishe ftuar kryeministrin për të dëshmuar të paktën për 5 tema të mëdha si një person që ka dieni për çështje? Sigurisht, unë kam thënë herë të tjera edhe më parë. Nuk ka asgjë të keqe ta rrasësh kryeministrin si person që tregon rreth anëve. Nuk duam të bëjmë analizë hipotetike. Pyetja duhet të dalë ke pjesa e dytë. Janë shumë çështje të cilat e ktheni në domosdoshmëri
pyetjen e kryeministrit si person që tregon rreth anat e hetimit. Prandaj unë mendoj që është pjekur koha, janë pjekur kushtet që prokuroria